Tani vdiq Enveri. Ju qatë ditën që vdiq Enveri? Është një rast shumë i veçantë. Nuk ka pasur rastin që ta deklaroj më vonë. Unë kam vajtur ditën e fundit që u bë ceremonia zyrtare dhe para mbylljes së ceremonisë zyrtare. Te presidenca sot. Më morin telefon ndihmësi i tij, e më tha, shoku që marr, tha, ju nuk keni ardhur, tha, për Sulo Gradeci? Sulo dhe ishte sekretari tjetër i Ramizit, morin telefon. Edhe Vajta, më priti Sulo atje dhe Vajta e pash. Kufomën? Pash Kufomën atje. Ku e sot presidenca, në hall? Në presidenca. Aty ishin disa personalitete që janë edhe me emër. Kush ishte? Nuk ka përse, janë foto që janë deklaruar edhe në media ato. Është i vetmi rast që Vajta atje në periudhën e fundit para se të hiqesh nga dhoma ku ishte vënë Kufoma që po bëri ceremonia. Nuk kam qarë, nuk kam pasur. Nuk tha njëri pse s'qava? Nuk kam pasur ndonjë. Ndjeve dhimbje? Po nuk guxonte njëri që të diskutonte me mua. Se unë ishte duke mbajtur një qëndrim rrepsisht në bazë të ligjit, ishte krijuar e bindje që mos u ngatron me këtë njeri. Të kishin frikë, do? Frikë ose jo frikë, po që... Okej, foto tjetër. Kur ndodhi pasaj, kam qenë, kur do varrosësh Enveri, ishim në mbledhjet Komitetit Qendror dhe po kaloje me Marasha Jadin, po kalonim nëpërmjet nga Piramida, po shkonim tek atje ku është Partia Demokratike sot, kaluam pasaj te Sheshit, ku është në anë të Sheshit, ku është ushtari i panjohur. Po kalon te Kufoma Enver Hoxhës, shoqëruara, kishte nga ata që qanin. Edhe mua më bëri përshtypje aty, isha bashkë me Marashin. Më bëri përshtypje, ishte një qytetar i thjeshtë atje që po qante, por që me një qare, me një qirrje të tillë që tregonte se e nënvlerësonte. Si e nënvlerësonte? Do të thonë që ishte një qare histerike që më tepër të ngjallte atë urrëtitjen se sa dëshpërimin për Enver Hoxhën. Ishim bashkë me Marashin edhe e qeshëm atë, se ishte edhe Marashi, ishte nga ata personat që kishte reflektuar edhe e ndjente atë ndryshimin e domosdoshëm që duhesh të bërë. Në mënyrë të përmbledhur, çfarë bëri Ramiz Alia nga vdekja e Mehmetit derisa iki nga detyra e presidentit? Ramizi u mundua që të vepronte me kujdes për ndryshimin e sistemit dhe efektivisht sistemi ndryshoi pa shumë gjak, pa tronditje të mëdha shoqërore. Por që unë këtu i shikoj përgjegjësinë që kishte, sepse edhe unë, edhe disa të tjerë, ja 2 persona të tjerë, kemi propozuar që thash atë që kam dokumentuar edhe me shkrim në aktivin e partisë që u bë në kur sot Salla e Kuvendit Popullor, të bëhesh një referendum popullor për ndryshimin e sistemit. Nuk e bënte sepse ai donte që të vazhdonte pushtetin, edhe nga ana tjetër në politikën e jashtme të ishte si njeriu që kryente reforma si Gorbaçovi i Shqipërisë. Ky është gabimi i tij. Ai po të kishte bërë referendumin, do kishte mbështetje popullore dhe do kishin ardhur ndryshimet pa tensione siç ndodhen. Nuk do të kishte ndodhur ajo demonstrimi fuqishëm që u bë me studentët, nuk do të kishte ndodhur ngjarjet në Kavaj, nuk do kishin ndodhur ngjarjet në Shkodër. Foto tjetër? Po. Tani vim te Ismail Kadare. Ju keni folur gjëra gjatë ose më sa keni shkruar, po unë do doja në mënyrë të përmbledhur, sepse unë kam pas fatin ta intervistoj 11 herë dhe madje t'i vënë në dispozicion edhe disa materiale që ai si kishte parë, por në mënyrë të përmbledhur do doja që më shpjegoni më tregoni atë momentin kur thiri Enver Hoxha dhe ju tha që arresto Ismail Kadare. Morin telefon.
Vet? Morin telefon. Direkt vet ai. Kam sigurisht, janë 2 herë ato që ka shpëtuar për tu arrestuar. Ismaili me kontributin e tij ishte krijuar një personalitet që admirohesh sidomos në botën e jashtme dhe në opinionin publik. Ishte një personalitet më i nderuar nga më të nderuarit e kohës. Mbas fillimit të timeve të grupit komplotist, se çështja është filluar për vrasje, pastaj u kalua për vetvrasje për Sheun, dhe pastaj filloi çështja e komplotit. Kur filloi çështja e komplotit, ka filluar pa u bërë veprime konkrete.